dhe për gjithë shikuesit e Koavizionit, tani më nga ambientet e studios kemi lëvizur, gjendemi këtu në sheshin Zahir Pajaziti dhe do të flasim për një temë e cila dhe gjatë ditës së djeshme ka bërë buje, që është seanca për miratimin e planit zhvillimor pra të komunës së Prishtinës, që kanë ditur jashtëzakonisht pra edhe mendime dhe diskutime në opinionin publik. Keni mujt me pa edhe për leshje që i ka pasur kryetari Përparim Rama me disa aktivistë të tjerë pra në brenda komunës dhe po ashtu edhe me inxhinierin e ndërtimtarisë Dritan Tathëllare. E për gjitha këto e po ashtu edhe për mos pjesëmarrjen e lëvizjes vetëvendosje në këtë seancë dhe arsyet pse nuk po e votojnë PZK-n tash e shumë kohë, do të flasim në këtë lidhje direkte me Besart Krasniqin, pra nga lëvizja vetëvendosje dhe për gjitha arsyet të cilat kanë shtyrë deri tek kjo. Do të kemi edhe një seancë tjetër, kështu që do të shohim nëse do të marrim pjesë edhe në këtë seancë. Mirëmëngjesi, faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjesi, mirësëgjej. Besart, po flasim konkretisht për mospjesëmarrjen e juaj në seancën e djeshme. Pse po kundërshtoni ta votoni një plan zhvillimor për Prishtinën, duke marrë parasysh që Prishtina nuk ka plan zhvillimor tash e një dekadë? Po, është e vërtet dhe është mbajtë seanca e jashtëzakonshme domethënë nga kryetari Rama. Ne si lëvizje vendosje nuk kemi marrë pjesë në këtë seancë, kemi bojkotuar për faktin sepse ne kundërshtojmë këtë PZK aktuale që është këtë draft të PZK-s, për shkak se Ministria e domethënë mjedisit dhe planifikimit hapësinor ka konstatuar 28 shkelje, domethënë gjëra të tjera të ka të bëj me planifikimin domethënë të zgjerimit të ndërtimeve, sa më shumë beton Prishtinës. Po ashtu do të thonë rrezikohen edhe pjesë të bujqësisë, ku ato janë janë projektuar që do të ketë rrugë në zona domethënë bujqësore në cilësisë të lartë, si dhe domethënë rrezikohen mbrojtja e ujore. Dhe për këto edhe shumë arsye tjera janë që ne e kundërshtojmë këtë PZK. Ne mendojmë që Prishtina ka nevojë për një PZK, ka nevojë për një PZK të drejtë, ka nevojë për një PZK zhvillimore, vizionare për Prishtinën dhe kryeqytetin, por nuk ka nevojë për një PZK për interesa partijake të Përparim Ramës dhe partisë në pushtet, që ky PZK nuk do të jetë zhvillimor për kryeqytetin, po vetëm për interesat e tyre. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne nuk e votojmë dhe kundërshtojmë prapë. Edhe kurdo që vjen nga kryetar që ka vetëm 5 muaj mandat, nuk e di pse ky domethënë me kaq zell ka marrë me kalu këtë PZK, kur 4 vjet ka flet në farë mënyrë ka qenë në gjumë, kurse në fund mandatit po don me kalu këtë projekt që është madhur normal për kryeqytetin. Tendime për ta sjellur PZK-n dhe këtë draft i cili është aktual edhe sot, që nuk ka pasur përmirësime sipas jush, kanë qenë tendimet e kryetarit edhe më herët. Kemi pasur seanca të thirrura nga vet ai për ta miratuar këtë plan zhvillimor. Sipas jush, cilat janë arsyet që kryetari Rama po dëshiron të ngutet ndoshta para përfundimit të mandatit që ta votojë këtë plan? Po është vërtet që edhe më herët kanë sjellë domosdoshmë diskutime për këtë kuvend, po ne vërtet tona që na dhon angesat tona, komentet tona nuk i ka marrë parasysh kryetari Rama dhe në këtë formë në prapë e kundërshtojmë. Arsyet nuk e di, mund të qenë arsye personale tina ose partijake, për shkak se nuk ka në arsye tjera që 4 vjet domethënë me nejtë në gjumë dhe në fund mandatit përkaloj një projekt kaq të madh siç është PZK-ja, unë mendoj që nuk i bën nder as Prishtinës, as vetë kryetarit të partisë LDK-s me kalu një plan tinës për shkak se nuk i favorizon domethënë këtë kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Keni pasur takime me kryetarin Rama për të rënë dakord, ndoshta ashtu siç keni bërë edhe me planin për Kalabrin? Jo, nuk është që kemi pas takime, normal që diskutime kemi pas edhe në kuvend, edhe ka komisione tjera që diskutojnë shembull anëtarë tonë të komunal, po për kryetari Rama si çdo herë edhe tash nuk është që ka marrë parasysh vërejtjet tona, as ministrisë, as tona, dhe kjo është arsye që ne do ta vazhdojmë ta kundërshtojmë këtë këtë draft të PZK-s. Besart, na tregoj çfarë përmban realisht drafti. E keni lexuar për shkak se në opinionin publik ka shumë pikpyetje se çfarë realisht është ky plan zhvillimor që po kundërshtohet kaq shumë në masë të madhe. Ne po jeni PZK, mirë po na tregoni më shumë se çfarë përmban drafti. Po është vërtet që ekspertët tonë kanë lexuar këtë draftin, edhe ne ato domethënë që se ka planifikohet zgjerim i pjesëve të ndërtimit, domethënë pjesë ku ka hapësira gjelbru
ose këtu ka toka bujqësore me cilësi të lartë, e kjo është shumë e dëmshme për shkak se Prishtina kështu ka mungesë hapësirë gjelbuse edhe me këtë draft të PZK-s këto vetëm se ngushtohen më shumë, po ashtu rrezikohet pjesa te pjesa e ujrave. Po ashtu nuk ka në farë mbrojtje të zona ujore, si dhe shumë shkelje tjera administrative, po edhe nga përmbajtja dhe këtu e bojnë që KPZK nuk do të me kalu në këtë mandat për faktin se ka shkelje të shumta. Normal që ne do të punojmë që me qeverisën tonë vendosës ku do ta marrin, do të punojmë që në vitin e parë të qeverisë të kryejmë PZK-n për shkak se është shumë në interes të Prishtinës dhe qytetarët të saj. Pothuajse jemi në fund të kësaj bisede, mirë po për fund desha një mendim tuaj sa i përket këtyre 4 qeverisjeve të kryetarit Përparim Rama. Jemi në fund pra dhe të qeverisjeve, që kësaj qeverisje shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhje lokale këtu në kryeqytet. Si përshkruani ju nga këndi i opozitës qeverisjen e Përparim Ramës? Po, në me përshkruar me 3 fjalë, dështim, stagnim dhe prapakthim. Nuk ka këto veç përparim as pak nuk ka, vetëm prapakthim, kështu që domethënë që kjo është me thonë ma mirë, më të që muna me thonë për qeverisën në Roma, në Prishtinë dhe Lëdëkën. Faleminderit shumë që ishit. Shikues të dashur, ishim bashkë me asamblejistin nga radha e televizjes Vetvendosje, Besart Krasniqi, folëm në detaje më shumë për arsyet e mos votimit nga ky subjekt partijak gjatë ditës së djeshme për planin zhvillimor komunal, i cili po sillet tash sa herë në këtë kuvend për të votuar nga kryetari Përparim Rama. Pra kemi mujt me pa dhe lajmet që kanë qarkulluar gjatë ditës së djeshme dhe për gjitha sjelljet të cilat i ka pas kryetari gjatë kësaj seance. Më 28 prill është thirrur seanca e radhës ku prap do të futet në rand të ditës me të vetmen pra arsye dhe votimin e PZK-s dhe ne normalisht do t'i përcjellim edhe zhvillimet atje të cilat do të mbahen, kështu që vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet e Koha-Vizionit, me emisionin 038 dhe me lajmet qendrore dhe portalin koha.net. Unë kaq kisha asaj përket kësaj lidhje direkte. Ne do takohemi prap në për takimet tona të radhës. Nëse ju nuk keni diçka, linjën po kaloj juve në studio Agnesa.